Ndërkohë ne vijojmë që të diskutojmë mbi skenaret e mundshëm edhe për formimin e institucioneve, por edhe mbi atë se çfarë ka ndodhur gjatë natës së mbrëmshme në LDK dhe se çfarë pritet realisht të ndodh me LDK-n tutje. Dua këtu profesorin Buriani, po profesor, si ke parë realisht gjithë ato se çfarë ka ndodhur dhe më intereson të di se si ke parë qasjen e Abdi Gjikut me njëherë pas daljes në konferencë, pasi u rikonfirmua edhe njëherë kryetar, sepse edhe sot ka pasur një status në rrjetin social Facebook, ku edhe pati një qëndrim pak më të butë krahasuar me atë të natës së mbrëmshme. Duket se nuk kemi një shkëputje me pamje me profesorin Buriani, po derisa të rregullojmë, mirëpres analistin Artan Alia, i cilin tashmë e kam në studio. Faleminderit shumë që je sot me ne dhe duke qenë se derisa të kyçet Buriani edhe një herë po kaloj tek ju, ndoshta për të njëjtën çështje. Po, nëse flasim për ngjarjen e mbrëmshme, mendoj që ka qenë një proces normal demokratik, ku është vendos ose është rivendos për lidershipin e partisë. Ajo që ndoshta mbetet të çietash, e cila do të jetë ta quaj ardhmja e partisë në kuptimin e grupimeve që janë krijuar aty, sidomos atyre që kanë qenë kundër zotit Abdi Gjikut dhe kanë pas iniciativë kundër. Nëse nuk gaboj mbrëm, ishte kryetari PE zoti Muhaxheri që ngriti shumë pikpyetje se si kanë votuar njerëzit, kështu që kjo për mu më lën të kuptoj që do të ketë probleme në parti prapë. Po ashtu nëse nisemi nga i fjalimi i zotit Abdi Gjikut para kuvendit, mendoj që ishte një fjalim ndoshta edhe jo më i qelluari, mendoj që kishte mjaft gjuhë të rëndë aty, disa e kanë quajtur edhe për çarse ndoshta në momente të caktuara. Mirë po, nëse shohim atmosferën në të cilën është organizuar ai kuvend, mendoj që përfundimi ka qenë mjaft i mirë dhe duhet përgëzu LDK-ja për një proces tillë. Mirë po, ajo që mbetet të shihet që është shumë e rëndësishme se çdo gjë tjetër, se si do të procedohet me tutje nga lidershipi i partisë, si do të jetë qëndrimi i palës kundërshtuese të lidershipit aktual, të rikonfirmuar tashmë, dhe cila do të jetë edhe çësia e zotit Abdi Gjikut në kuptimin e parafrimit të gjithë njerëzve, qofshin edhe ata që kanë qenë kundër, qofshin njerëz të ri që eventualisht mund të kyçen. Zefaj në fillim e përmendi, tha se nuk mund të konsiderohet fitore kjo, duke qenë se ka pasur pothuajse gjysmën kundër. Në demokraci një më shumë se gjysma fiton, kështu që çdo gjë ka qenë normale, çdo fitore mbi 50% është fitore në demokraci. Nuk mund të pretendosh fitim 100% të rezultatit, se pastaj shndrohet në një sistem tjetër, jo demokraci. Kështu që kurdo që ka qenë kundër zotit Abdi Gjikut, është testu dje, shumica e partisë ka vendosur që ky lidership tjetë po ashtu edhe në vazhdim, dhe të gjithë ata që kanë qenë kundër tash duhet pajtohen. Disa prej tyre kemi dëgjuar edhe mbrëm që tentuam diçka, nuk ja arritëm dhe vazhdojmë tutje. Kështu që kjo është demokracia, në demokraci fiton shumica dhe kjo ka ndodhur edhe mbrëm. E qartë. Buriani, bashkohet apo ndahet LDK-ja pas asaj që ndodhi mbrëm? Mendoj se as nuk bashkohet, as nuk ndahet. Asnjëra as tjetra. Domthonë do të mbeten tensionet politike në heshtje, ato tensione do të vazhdojnë të jenë ashtu siç kanë qenë edhe më herët. Politik. Fatkeqësia është se një pjesë e konsiderueshme jo fort relative, domethënë i ka thënë jo, apo e ka kundërshtuar domethënë liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdi Gjikun, dhe kjo nuk i garanton Abdi Gjikut në të ardhmen që ka me pas një udhëheqje të qëndrueshme politike brenda subjektit politik LDK. Ky është kryetari i parë i LDK-s, i cili ka dyshime dhe dilema se a ka mundësi të qeverisë plotësisht dhe me vullnet dhe të pranojë vullnetin e tij politik të gjithë anëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me rëndësi për Abdi Gjikun është grupi parlamentar i LDK-s të reflektojë në mënyrë unike dhe të vendosë në mënyrë unike. Aty është më rëndësi për momentin, për shkak se jemi në themelimin e institucioneve të shtetit, prandaj aty është më rëndësi ata me reflektu në mënyrë të barabartë, në mënyrë unike sa përket nxjerrjes së vendimeve dhe qëndrimeve të LDK-s në kuvendin e Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme. Përndryshe, LDK-ja do të ketë domosdoshmë problemet e legjitimacionit të brendshëm. Në politik mund të thonë ty që i ndaj pajtuam i bashkangjit me pjesës tjetër, mirë po humbsat nuk ishin pak, domthonë. Ishin mjaft shumë ata humbsa.
të cilët natyrisht mund të ndikojnë në variantat të shumta në të ardhmen edhe në fatin e elektoratit të LDK-s në zgjedhjet e mundshme të jashtëzakonshme apo në zgjedhjet të ardhshme lokale. Në këtë variant pa bë një unitet brenda LDK-s, Avdi Xhiku nuk mund të thuhet se është LDK-a plotësisht unike, pra kërkohet një unitet i plot. Këtë kam ja kërkuar dhe zoti Kurti në rast se hin dialog me lëvizjen vetëvendosje. Do t'ja kërkon edhe zoti Kurti këto, nuk e di a do të mundet me garantue Avdi Xhiku se gjithë deputetët e LDK-s do të reflektojnë pozitivisht dhe do të qëndrojnë domethënë stek ndaj vendimeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe liderit të saj domethënë Avdi Xhikut. Pra kjo është shumë e rëndësishme Avdi Xhiku me pas një dialog të mbrëmshëm me LDK-n, do në ditëve në vijim, do të koordinohet shumë më mirë. Edhe nëse koordinohet më mirë dhe bashkëpunon më shumë, atëherë unë shpresoj që LDK do të fletë me një zap më shumë të unifikuar. Në të kundërtën, domethënë mund të ketë telashe dhe probleme të cilat do të jenë vështirë të menaxhueshme. Pra aty që shtojnë gjuhën popullore ka i ujë, nuk dihet më dhe ku rrin uji, ka filluar vërshimi për brenda, prandaj nuk dihet ku shkon. Po edhe pse tash pak a shumë dihet kush janë domethënë ata të cilët mendojnë ndryshe se Avdi Xhiku dhe një pjesë jashtëzakonisht jo e vogël çka mendojnë domethënë për liderin e tyre dhe Avdi Xhikun. Për herë të parë në historinë e vet LDK-ja nuk ka rrinë domethënë me bë ndryshimin e vet pozitiv, ato çka dashur u ndashë dhe problemet e tekstuara edhe në të ardhmen. Por të ardhur kesh mirë po LDK-ja dhe do të jetë pak a shumë i diskutueshëm dhe nuk do të jetë më i besueshëm. Lëvizjet e tyre politike, qëndrimet dhe vendimet nuk besoj që do të jenë krejtësisht pozitive dhe unike brenda LDK-s dhe të besueshme edhe për Kurtin edhe për elektoratin e LDK-s. Domethënë kjo më tash po dihet sepse refleksioni është aq që shihet, domethënë nuk mundesh me mohue. Beson se do të vazhdojnë tensionet brenda LDK-s dhe sa ka gjasa që t'i ketë dhe votat të unifikuara në takim me Kurtin, duke qenë se qysh mbrëm me njëherë Avdi Xhiku edhe i shpalli të hapura, pra sërish, hapi derën sërish për bisedime? Nuk pres një unifikim të shpejt të LDK-s, pas rezultatit të mbrëmshëm, e para se do të bëjmë një hap mrapa, do të thonë disa mrapa të themi, se këtu mram nuk fitoi Lumja Avdi Xhiku për një farë mënyrë, fitoi misioni i Vjosa Osmanit. Do të thotë ajo erdhi në parti, ne nuk e dim asnjëherë me çfarë marrëveshje me Lumja Avdi Xhikun ka në parti, u fut në krye të listës, nuk u arrita rezultati që është prit në kthimin e Vjosa Osmanit dhe këtu ka një dëshpërim, do thotë para tjetër sepse është prit një rezultat tjetër i madh, domethënë që LDK-ja të kthehet nga 18% që kishte afër 18% që pozitet më lartë, jo të bie në 13%. Pra këtu është një dëshpërim me kthimin e Vjosa Osmanit. Dhe ç'a ndodhi? Ajo u kthy vetëm si barse e listës, po pastaj Lumja Avdi Xhiku e trajtoi sikur të ishte ajo themi nën kryetarja e tij ose ndoshta edhe kryetarja e kryetarit. Dhe në takimin me Lumja Avdi Xhikun ishte, domethënë Lumja Avdi Xhiku nuk e mori askën nga partia, por e mori Vjosa Osmanin. Dhe këtu po shihet se tash është një politikë që çohet përpara, ku protagonista e saj politike në LDK do të jetë Lumja Avdi Xhiku dhe Vjosa Osmani. Në një farë mënyrë po i bie që të gjithë kjo pala tjetër, opozitare brenda LDK-s, do të jetë përjashtuar nga procesi, do të thonë me tutje. Dhe po supozohet se ato lajme që kanë qarkulluar nëpër media, që mund të jenë edhe të sakta, pastaj që kjo pjesë e LDK-s, Lumja Avdi Xhiku dhe Vjosa Osmani të marrin pozitat në qeveri dhe në kurolla të kjo i bie që LDK të bëhet partnericë dhe vendosës. Dhe gjitha kjo politikë, domethënë përfshirje, domethënë kyçja e Vjosa Osmanit nga jashtë, pas gjithë asaj që i ka bërë LDK-s, të futet brenda dhe të bëj politikën e LDK-s, pastaj LDK të bëhet partnericë dhe vendosës, unë nuk besoj që do ta ketë pëlqimin e kësaj pjesës tjetër të LDK-s, e cila në asnjë mënyrë nuk dëshiron që të jetë domethënë partnericë e vetëvendosjes. Dhe kjo nuk do të pritet mirë,
Për sa i përket antarësisë e LDK-s, ata dhe nuk kanë ndonjë fuqi që të ndikojnë në këtë proces. Mirë, po janë disa deputet të LDK-s që tashmë janë zgjedhur deputet, ata janë faktorë dhe ata nuk do të pranojnë asnjëherë që të votojnë pro këtyre politikave të Lumirit dhe të Vjoçës. Dhe kur kjo ndodh, atëherë LDK-ja defaktorizohet në këtë proces, sepse votat e LDK-s bëhen të pamjaftueshme për zgjedhjen e presidentit. Dhe ne e dimë që presidenti është, si themi, ajo nyja e problemit. Kosova shkoi në zgjedhje për shkak të presidentit, dhe tani prap, edhe me votat e Lumirit dhe Vjoçës nuk mund zgjidhet problemi i presidentit. Dhe këtu është ai problemi që unë personalisht mendoj që do të kemi prapë një lyje, prapë nuk do të zgjidhet problemi. E në qoftë se LDK pranon të futet në qeveri, duke mos qenë një faktor i rëndësishëm, atëherë në mënyrë automatike ka pranuar që të jetë faktoricë dhe vendosës. Pra që jetë Albin Kurti nuk ka nevojë për LDK në qeveri. Dhe në qoftë se LDK-ja pranon futet në këtë mënyrë në qeveri, e bie që pranon dhe pastaj edhe në përkëmbët nga vetë Albin Kurti në qeveri, sepse thjesht nuk ka nevojë për ta. Qeveri mund ta krijojë pa LDK-n, Kuvendit mund të konstituohet pa LDK-n, për votat e LDK-s për presidentin nuk janë të mjaftueshme, atëherë pse ka Albin Kurti nevojë për një LDK? Dhe kjo është ajo situata që e shoh në këtë moment, edhe që pres që do të ndodhë. Aliaj, si pra që të shkoj LDK në takim me Kurtin sërish, do t'i ketë votat të unifikuara? Është Vjosa Osmani njëra nga arsyet se nuk janë të unifikuara votat në LDK si eshe? Jo, nuk mendoj që ka të bëj vetëm me Zorin Osmani, ka të bëj me atë që është bërë tashmë shumë e qartë nga të dyja palët në LDK, ku njëra palë synon që të ketë një marrëveshje politike me lëvizjen vendosje dhe pala tjetër synon që mos të ketë dhe të mbetet opozit. Dhe kështu rrjedhimisht shkojmë prapë në një proces zgjedhor. Mendoj që kjo është ajo që kemi parë dhe s'ka nevojë të mshifet më pasi që ka qenë shumë e qartë, është bërë e qartë nga të dyja palët. Ajo që mbetet të shihet është nëse do të ketë unitet në vendimarrje sa i përket një koalicion eventual me lëvizjen vendosje. Për shumë kohë tash, një vit e gjysmë, ne nuk kemi qeveri pikërisht për arsye të kësaj që është kërkuar që të ketë një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe të mos fokusohen pozitat e një parti. Tash në momentin kur ato pozita po ofrohen që të ndahen, tash thonë kritikët njëjtë thonë që jo, nuk duhet mirët ajo se nuk kem nevojë. Tash ose keni nevojë të mos ndahen pozitat ose keni nevojë që të ndahen pozitat. Duhet vendos cilën opcion e doni. Kështu që ajo që mbetet të shihet në bazë të deklaratave fillestare pas Kuvendit në Brëm, shihet që do të jetë në bazë e vështirë se të ketë një unitet brenda grupit parlamentar. Zoti Abdixhiku në një anë tha që do të vazhdon me diskutimet sipërfaqësues i partisë dhe pret që gjithë tjerët të rreshtohen në vendimet e partisë. Në anën tjetër, Zoti Zemaj deklaroi që vendimet do të mirën në grupin parlamentar. Kështu që në momentin e përfundimit të atij kuvendi kemi shenja të qarta që mbasi nuk do të ketë unitet sa i përket një marrëveshje të mundshme me lëvizjen vendosje dhe kjo është reflektuar gjatë gjithë kësaj kohe. Mbetet të shihet nëse Zoti Abdixhiku dhe kryesia e partisë, qoftë edhe Këshilli i Përgjithshëm i partisë, do të arrijnë që të ofrojnë një tablo politike e cila do t'i parafrojë qëndrimit të gjithë këtyre. Mirë, po jam skeptik nëse një gjë e tillë do të ndodhë, pa marrë parasysh se çka do të bëjë Zoti Abdixhiku, mendoj që pala tjetër i ka idetë e tyre dhe nëse nuk gabohem, Zoti Muhaxheri po ashtu më Brëm aludoi që ka pas ndoshta parregullsi në procesin e kuvendit dhe se tha që gjatë ditëve në vazhdim do t'i marrim vesh informatat. Kështu që mbetet të shihet cilat janë ato informata. Çfarë ndodh nëse konfirmohet se ka pasur parregullsi? Po jo, tash parregullsi në proces vetvetiu s'ka pas, mirë po ai fliste më shumë për këto thashë thëmet që kanë nisur shumë më herët. Që janë ofruar pozita, ajo që kemi pa me zë tashmë në bazë të inqizimeve, ka dalë që pala tjetër ka ofru favore shtetore në këtë rast të nivelit komunal, në mënyrë që të votohet ose të nënshkruhet kundër Zotit Abdixhiku. Ne nuk kemi parë asnjë dëshmi nëse pala tjetër ka bërë të njëjtën. Nëse ka ndodhur edhe pala tjetër, atëherë kjo është një problem i madh për partinë LDK si parti dhe të ardhmen e saj, pasi që nëse deri dje është kritikuar ndoshta Zoti Kurti lëvizja vendosje që po i shfrytëzon resurset shtetërore për procese politike, në këtë rast
kemi të bëjmë LDK-n që po i shfrytëzojnë resurset shtetërore për proces brendshëm partijak, që do të ishte një katastrofë në vete. Mirë po mbetet të shihni se do të ketë diçka të re rreth asaj, mbetet të shihni se rasti që është publikuar si do të procedojë nga prokuroria dhe mbetet të shihni cilat do të jetë informatat më të sakta rreth këtyra aludime nga të dyja palët. Edhe pse thash, vetëm nga njëra palë kemi parë disa dëshmi, derisa në palën tjetër kur ka nis kjo fushat, nëse mund ta quaj ashtu, kanë thënë kemi dëgjuar se dikush ka ofruar. Ka pasur vetëm zëra. Kur thot dikush që ka dëgjuar se dikush ka ofruar, do të tregoj kush ka ofruar dhe ku i ka ofruar çka. Dhe nëse thua vetëm kam dëgjuar se dikush ka ofruar, ajo është propagandë e pastër as e tjetër. Burjani? Unë mendoj të këtë, po njohën mirë LDK-n, ata që njohën mirë LDK-n, unë përshpresoj që mjaft mirë një si subjekt politiku, ata din me veprue në bazë të asaj nëse si merren vesh dhe marrëveshjet e ta ka rëndësi të madhe. Kjo i bën që Lumir Abdulgjiku në këtë kohë krize duhet të kërkoj bashkëpunim dhe marrëveshje me të gjitha aktorët e rëndësishëm brenda LDK-s, sidomos me grupin parlamentar të LDK-s. Unë mendoj që edhe pjesa tjetër mund pajtohet në rast se dhe me negociu mirë Abdulgjiku, edhe negocion për interesa të LDK-s, në interesa thelbësore të LDK-s në institucionet të arshme që mund të krijohen. Pra edhe në qeveri, kjo edhe, po ashtu edhe presidenti, që është roli kryesor e ka presidenti, unë mendoj që LDK mund të jetë bashkuar vetëm nëse e sheh interesin e madh politik të vetin, pra këto grupacione bëhen bashkë vetëm me këtë qëllim, ndryshe kanë me met, ato në heshe kanë me met dhe ma unë problemet e tyne. Mirë po në përshpresoj që Zoti Abdulgjiku do të jetë i mençur dhe do të negociojë politikisht mjaft mirë me lëvizjen vetëvendosje dhe presidentit i takoj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo do të ishte ul zonat e bllokut tjetër që po hub LDK në negociata. Pra do të kishte pas një farë reaksioni ma pozitiv. Por nëse jep pozitën e presidentit, atëherë ai grupacioni tjetër i cili përkatësisht ose individet e cilët janë kundër, ata do të rinë të heshtur natyrisht, duke njoftur LDK-n çfarë subjekti politik që njeh për një prej themelimit, ata do të rinë të heshtur ashtu dhe do të presin një moment tjetër për me bën ndryshime të reja brenda LDK-s, se këto ndryshime nuk vinë më shpejt, se 2 herë e ka fituar domon vetbesimin nga kuvendet e jashtëzakonshme Abdulgjiku, por mendoj që ata do të pauzojnë pak dhe do të presin një kohë shumë më të mirë të tyre, domethënë brenda 2 vite ose brenda vitit tjetër apo 2 viteve të ardhshme mundet me pa ndryshime, mundet me pas në LDK. Pra po e them se shumë do të varet se çka negocion dhe çysh negocion Lumir Abdulgjiku. Dhe a do të jetë negociatat se cilët do të përfaqësojnë interesat e përgjithshme të LDK-s apo të janë interesa individuale apo parciale. Kjo ka shumë rëndësi në LDK, sepse ajo parti është konservatore në pikpamje politike, madje është antare e partive popullore, në grupacione tjera parlamentare në Bashkimin Evropian të shteteve që janë të djathta, përkatësisht të partive politike që janë djathta, prandaj këta idenë dhe qëllimin e tyre për momentin e vetëm kanë me shikue cili është interesi i LDK-s. Këta mundet me i bashku vetëm interesi i madh politik, ndryshe nuk mund të bashkohen. Ata me gjithat në heshtje do të rinë, edhe pas një qëllimi dhe një qëndrimi të qartë kur LDK mund të fitoj, ata të tjere do të rinë në heshtje dhe në përshpesoj që këta janë çuditshëm si LDK, nuk kanë një farë koncepti të cilët e thojnë publikisht çdo gjë. Edhe kjo që na e pranojnë kuvendin sepse gjithmonë ata flasin e parimet e kësaj natyre të përgjithshme që e duhen më shumë LDK-n se veten, mirë po kohërat e fundit kanë treguar që gjysa nuk e don tamam ç'është duhet LDK-n, sepse me pas dorë që duhet me siguri kish pas një marrëveshje unike brenda LDK-s dhe nuk ishin nda, edhe pse unë nuk e quaj ndarje sepse as ata vetë nuk e quajnë ndarje, por unë kisha thonë që ata duhet me punu shumë, sidomos Abdulgjiku, mos me pas interesat e ngushta të veta dhe më lidh për interesat e veta të ngushta dhe pa bë negociata me pjesën tjetër të LDK-s. Unë po japi një propozim, ndoshta është më mirë të LDK me pas këtë parasysh, që më mbledh një kuvend i punës i LDK-s dhe me marr pëlqimin e plot për ndarjen e interesave me lëvizjen vetëvendosje të natyrës politike. Pra kjo do të ndihmonte LDK-s që me pas një konsenzus të mbrëmshëm edhe të gjerë. Në të kundërtën nëse ky veç Lumiri prap bën negociata dhe ata pjesa tjetër shushe kanë thonë që ky ka bë sene cilët nuk jena në diuni, nuk jena kufa njohurish, atëherë mundet me pas pasoja. Pra në më mirë kisha thonë që strukturat e LDK-s
duhet me vendos për koalicionin e LDK-s me VV-n dhe duhet vendosen edhe për pozitën e presidentit. Çdo humbje në këtë drejtim, nëse humb pozicioni i presidentit LDK-s, ka çka lyp në atë koalicion. Ky është mendimi jam përfundimtar dhe ndosht me vepru në mënyrë unike. Lumiri duhet patjetër këtë punë me çuar dhe me trasu te organet e veta që ja po shkojna me mor presidentin, ja apelon krejt këtë punë, pra, ja po shkojna në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra, do të me konë shumë i mençur politikisht Lumiri dhe nuk ka nevojë mu ballavaçu me ta më politikisht, se veç krijon humbje dhe krijon përgjegjësi tjera. Edhe mos më morë më ato temat, do të milon këto temat e përçarjes e atyre mendimeve, sidomos derisa të themelohen institucionet e Kosovës. Mas andaj ka kohë për me bë këto punë, se do të ketë kohë mjaftueshme më bë ndryshe ose më marrë vesh ndryshe. Pra, edhe ne po them, duhet patjetër LDK të bëjnë një kuvend pune, nëse don me pas një konsensus të çerr për koalicion me lëvizjen vetëvendosje. E qartë. Ndërkohë, Zefaj, si e mendon, do të këmbgul për çështjen e presidentit Avdi Gjiku, duke qenë se mbrëm kur u pyet nga gazetarët, ai tha se vetëm se nuk do të lejojnë sigurisht që një parti të ketë të treja pozicionet. Por nuk e përmendi se domosdoshmërisht do të kërkojnë vetëm pozicionin e presidentit, duke qenë se edhe mbrëm ju tha edhe një herë nga ana e gazetarëve se votat e LDK-s kurtit nuk i duhen për qeveri. Pra këtë edhe një herë ja bën të ditur gazetarët mbrëm. Po, Lumiri do të këmbgul për postën e presidentit, Lumiri do të këmbgul për vjosën presidente. Unë qëndrojnë ato që thash edhe më herët, se ne tash në LDK kemi Lumirin kryetar dhe vjosën e kemi kryetarët e Lumirit. Vjosa nuk ka ardhur aty në LDK thjesht për të qenë një figurë, një pion, po ajo ka ardhur për të qenë aty mbretëresh në LDK. Aty dëshmo nga mënyra se si lexohet nga jashtë shihet që Lumiri është pajtuar me atë misionin e Vjosa Osmanit për kthimin e saj në LDK dhe për të arritur ato objektivat e përbashkëta që i kanë. Personalisht mendoj që Lumiri tash është duke punuar që LDK-n ta kthejë në pushtet. Ai po mendon që duke kthyer LDK-n në pushtet, në të tillë do ta fuqizojë LDK-n. Dhe për një kohë të caktuar sa do të jenë në pushtet në këtë rast me vetëvendosjen, të fuqizohet LDK-a dhe në të ardhmen pastaj të delë më fuqishme edhe në proceset zgjedhore, kur të çfarë do të ndodhin. Unë po mendoj se këtu vetëm një gjë nuk është duke menduar Lumiri, që aty në pushtet e ka bashkë edhe Albini dhe unë nuk ma mendoj se Albini ta lejoj Lumirin dhe Vjosën që ata ta shfrytëzojnë pushtetin dhe të fuqizohen. Por prap kjo është ajo që mendon Lumiri dhe Vjosa. A do ta arrijnë, duhet ta presim, sepse unë jam i bindur që nuk ajo që u tha edhe më herët, domethënë ka ato deklaratat e deputetëve të zgjedhur, të cilët në seancën konstitutive do të japin betimin. Unë besoj që një pjesë e tyre nuk do të futen të lojën e Lumirit dhe Vjosës, por nuk do të jenë vota për presidentin. Për qeverinë dhe konstituimin e parlamentit, ata nuk janë faktor, sepse këto dyja do të arrijen pa votat e tyre, por nyja është e presidentit. Në qoftë se LDK-a nuk arrin me i garantu votat Albinit për zgjedhjen e presidentit, ata si LDK janë të defaktorizuar automatikisht. Në qoftë se ka ndonjë plan tjetër që në lojë të futet dhe aleanca, atëherë mund të arrihet deri ato votat për zgjedhjen e presidentit, por atëherë aty kemi një garë se kush do të jetë presidenti, kush do të futet në garë për president, sepse kemi dëgjuar që aleanca i ka disa kushte, po njëra nga kushtet mund të jetë e pasën deri tani, po mund të jetë që edhe Ramush Haradinaj të jetë në garë për president. Pra do të kemi atëherë edhe kandidat propozimin e LDK-s dhe propozimin e aleancës. Pra loja do të jetë shumë e komplikuar, pra do të jetë komplekse, dhe është vështirë për ta qelluar, që mund të them për LDK-n është që Lumiri është duke luajtur bashkë me Vjosën për të futur në pushtet dhe janë duke luajtur këtë lojën e presidentit dhe të zëvendës kryeministrit në qeveri. E qartë. Aliaj, a është e humbur në çdo skenar LDK-ja në rast se nuk e marr presidentin?
Duke qenë se votat për qeveri kurtit nuk i duhen dhe edhe në rast se futet, kur do mund të aprish koalicionin dhe sërish që të vazhdoj, pra vetëm t'i zëvendësoj ministrat cilët kanë qenë të LDK-s. Po, jo detyrimisht të mendoj që do t'jetë e humbur ose fituar nëse merr një pozitë ose tjetrën. Ajo që është thënë në të kaluarën është që në rastit kur partia më e madhe do të ka votat e nevojshme për të formuar qeverinë, atëherë nëse vetëm me pozita qeveritare futesh në koalicion, do të kishte një rrezik. Kështu që janë dy pozita që do të ofrojnë një farë lloj garancie, është ajo e presidentit dhe kryetarit të kuvendit. Kështu që pa marrë parasysh cilën pozitë e merr LDK ose ndonjë parti tjetër, mjafton që të jetë në kuadër të një marrëveshje që të arrit mes dy partive. Për mua s'është me rëndësi cila parti merr çka. S'kam kurfar interesi në parti politike as individ se cilët do të marrin cilën pozitë. Unë jam më shumë flas për interes publik. Ajo që kemi pa është që mbrëmje është konfirmuar zoti Tavligjiku që të vazhdoj negociatat me lëvizjen vetëvendosje, po ashtu shumica ka vendosur që çfarë do marrëveshje që vjen nga ai rezultat të përkrahet nga partia si të rëndësi, a do të pranojnë deputetët e zgjedhur që të respektojnë vendimin e kuvendit dje, është pikë pyetje tjetër, është zgjedhja e tyre. Ajo që është me rëndësi, mendoj që është shumë e rëndësi që të kemi formimin të institucioneve. Risku më i madh nëse s'kemi informim të institucioneve ose nëse shkohet në zgjedhje edhe një herë të jashtëzakonshme, mendoj që risku më i madh do t'i kanoset LDK-s dhe mendoj që ndoshta ky do të jetë një presion shtesë edhe për lidershipin e LDK-s, që ndoshta eventualisht të ketë kujdes të mos bëhet shkaktar edhe një procesi të ri zgjedhor, pasi që mendoj që kjo që ka ndodhur dje dhe këto që ka ndodhur pas procesit të zgjedhjeve të 7 qershorit kanë qenë një ndikim shumë negativ në LDK-n. Ajo që mund të vijë eventualisht në ditët e ardhshme mund të jetë ndoshta edhe më rënd, kështu që dua të shpresoj që do t'i thirrin mendje secili prej tyre, ta kuptojnë seriozitetin e situatës në të cilën gjendet edhe LDK, po edhe vendi, dhe çdo vendimarrje të bëhet në përputhje me atë që është demokracia. Demokracia është që ti mund të kesh një mendim të kundërt me anëtarë të tjerë të partisë, mirë po kur shumica vendos, atëherë ai vendim duhet të përcjellet nga të gjithë. Për ndryshe atëherë do të kishim ndarje të partive politike çdo ditë në çdo vend votës, mirë po jo. Partia politike është organizuar në atë mënyrë ku dominon ose fiton shumica. Dhe në momentin kur diskutohet për një vendim dhe mirët një vendim për atë çështje, atëherë edhe ata që kanë qenë kundër duhet t'i bashkohen atij vendimi. A pret ndonjë ndërheqje në LDK apo do të pajtohen me këtë deri në kuvendin e ardhshëm në zgjedhjet e reja të LDK-s? Po nuk mendoj që pres dorëheqje, pasi që nëse nuk gabohem bazë të asaj që kam dëgjuar pas kuvendit të mbrëmshëm, pala kundërshtuese e zotit Tavligjiku nuk është dorëzuar në kuptimin që do të tërhiqen. Ata do të vazhdojnë, ata nuk është çudi që do të provojnë prapë edhe në të ardhmen që të ndoshta eventualisht ndryshojnë prapë leadershipin. Brenda 7 muajve tentuan 2 herë, mirë po nuk ishin të suksesshëm. Ajo që ndodhi në janar ndoshta ka qenë shumë logjike në krahasim me këtë që ndodhi tash. Dhe ndoshta në kushte normale do duhet të pritej qysh atëherë se zoti Tavligjiku tip të dorëheqje të parevokueshme dhe të largoj vetë. Mirë po nuk ndodhi ashtu. Kuvendi vendosi ndryshe të vazhduan më tutje. Kështu që në atë kohë ka qenë diçka shumë normale. Mirë po tash ka qenë pak jo normale, ashtu siç mendoj kishte thënë edhe ai, dhe mendoj që nuk lidhet detyrimisht me leadershipin per se, mirë po lidhet me drejtimin që leadershipi vendosi ta marrë pas procesit zgjedhor me 7 qershor. E qartë. Burjani, shen një skenar ku LDK-ja merr kryetarin e kuvendit dhe ndoshta disa nga digasterët kryesore? Po mendoj që shansi vjen me tek gjithmonë dhe interesat politike, sepse kjo është luftë politike, partitë politike nuk janë organizatat e moralit, me mujt morale nuk kanë parime bazë, përveç parimeve që kanë ato statutare, programore, tjerat i kanë politike, krejt dhe mon varet për rrethonave që bon, për politike. Na duhet na folim në bazë të rrethonave, po nuk flasim në bazë të asaj në parime, se na e dim se si funksionon edhe LDK dhe partitë tona dhe pi partive tona të shkencë smunesh me bë. Se Badiova smunesh me shkruti shkencë për këtyre partive, sepse nuk janë parti të cilat janë të qëndrueshme ose janë parti serioze dhe janë parti klasore. Ta veçuan djathtet, majte po s'kan lidhje as me njërin me tjetrën, ne dolin marrë djath, pra është problem edhe me identifiku mënyrë shkencore lemo politike. Po unë mendoj që LDK për një me gjendet për një para një sfidje arso kënishtë të madhe, edhe zoti Tavligjiku. Pra i ka dy situata, a don
A do me punu në veprim dhe me vepru politikisht me apo hojrin e tërë LDK-ja Abdulgjikut, apo me mbet do më thonë pa hajrë brenda, ose shumica se ata di me këtë heshtur, nuk ka nevoj me full, mirë po që aty rinë vëzhgojnë dhe nuk do më thonë që pajtohen me ta dhe me ato që mundet negociojnë. Ne thashtë edhe marët, shumë është më rëndësi se qysh negocionaj. Pra, kryetari Kuvendit nuk paraqet në farë rëndësie të madhe përveç një spokesperson që është brenda dhe jap dhe merr fjalën. Nuk ka farë rëndësi ajo për këtë, edhe pse më herët ka pas domethënë si probleme se votëshin kryetarin e Kuvendit, por problemi nuk ishte te pozicioni, po te presidenti, te zhvillimet politike, te mënyra mos më shku më funksionalizu shteti, po më shku zgjedhjet e jashtëzakonshme. Por Abdulgjiko për një sfidë të madhe, ai do të më deklarue. A dëshiron me kompateric e lëvizjes vetëvendosje dhe me pas gjysmën e LDK-s kundër vetës në kuptimin politik, apo dëshiron me pas të gjithë me veti që unë e thash edhe nëre e mboj qëndrimin e njëjtë, ata duhet mbledhen në organet e brendshme politike, në ato që kanë këshillin e përgjithshëm me bë një kuvend pune dhe me dalë unik për asajna sa përket lëvizjes e vendosje dhe koalicionit. Nëse s'ka qëndrime unike, s'ka kur gjë. Atëherë ky ka me vepru prap, ka me fol në veten e parë si Lumer dhe ka me bë negociata me lëvizjen vendosje bazuar në interesat e tina dhe interesat e tjerëve që janë me ta. Pra që janë bashkë veprimtar apo bashkëvendimtar të tij. Duke lënë anashkalu anën tjetër, po se ky din edhe me moj ka pak balans. Mirë, por nuk është balans. Për shembull, nëse bëhet qeveria, grupacionet që janë për brenda, mos me mujt ndopë në mënyrë të barabartë dikastert që i merr LDK-ja. Pra më ndonë në mënyrë proporcionale me grupacionet që janë. Unë s'po them me legalizu fraksione politike brenda, por me arrit unitet brenda se politika dhe interesi mon brenda partit, po jo morali. Prandaj është shumë rëndësi se si e shte LDK-ja këtë temë, unë kisha me thonë që po thuj se jam pak a shumë i pashpresë këtë farë pune, sepse ju dini shumë mirë, ka qenë kryeministër i një shteti që ka pas 6% që ka qenë Haradinaj. E ka 2 herë ka qenë me 6% në Haradinaj. Këto nuk është më rëndësi të më tonë edhe të presidenti. Nëse nuk i ki numrat, nuk dvesin fort politikisht, këtu moral s'ka. Po nuk të pyesin politikisht apo a do me lëshua i zëmërë. Nuk e ja, pozicionin e presidentit, atëherë jetë qështo. Ose do të me dhonë pozitën kyqe të kryeministrit. Je pa pro kryeministrin, atëherë të e pajtan diqysh. Po nëse presidentin e mon për veti, këtu e në pozita kyqe. Presidenti ka 30 kompetenca, 2 ka ato esenciale që ndikojnë, edhe tjera të ka ceremoniale, po ka dhe disa emërime që i bënd të institucione publike, të prokurorët, të sanë që ka rëndësi, e të gjyqtarë, prandaj nuk është pozicion me thonë hajt na vesh let pajtohen që ata let amarin që atëfar pozite të kryetarit të kuvendit edhe let rinë që ashto. Pra, nuk jam për ata që dëgjova që po thuhet që LDK të të ullë kryt për shkak se ka problemet mbrëmshme, nuk me çu kryt ja unë gjin kryt vetës. Çështo po i bën kjo sa dëgjova dhe kolegë tjetër që po nuk do më thonë ajo. Me ullë kryt, sepse ai me 6% se ka ullë kryt dhe ka marrë për pozitën e kryeministrit, që kjo është historia e parlamentarizmit kosovar dhe qeverisjes në Kosovë. Nuk mundna na me kriju diçka plotësisht ndryshme. Këto parti që shtu kanë menduar dhe që shtu kanë logjikuar tan kohën politikisht, a nëse dojna me bë diçka tjetër, me fol diçka që i takon moralit, i takon asojna ideale, asojna ajo tjetër mohabet është këtë na mujna me fol në kuptimin asojna sa do me zbukuru, piktur me bë këtë farë skene politike, mirë po s'ki gjapi, pisone se na e dim ç'është veprojnë. Ta me kon që aq të kujdesshëm, nuk ishim bërë që 2 vjet me vetën pa institucione. E qartë, Burjani, Zefaj, ndoshta edhe një mendim të fundit duke qenë se po shkojmë drejt fundit. Po unë tash këtu thanë shumë gjana, më thënë besoj se u sqaru shumë në situata e LDK-s, ne po e shohim që LDK-ja pavarësisht rezultatet e kuvendit të gjeshëm, të mbrëmshëm, LDK-ja nuk e ka zgjidhur problemin e brendshëm, se ka ai do të vazhdoj. Pajtohem me zotin Burjani që thotë ata humsit në këtë rast, edhe pse për pak vota do të jenë të heshtur. Ata për hir të LDK-s nuk do të pengojnë në një mënyrë me zë të lartë procesin, por ata thjesht nuk do të bashkunojnë në vendimet ose e Lumir Abdulgjikut ose në dëshirat e Lumir Abdulgjikut dhe po e theksoj edhe të Vjosa Osmanit, sepse kolegët e mi nuk po e përmenin Vjosa Osmanin, po përmenin bashkëpunëtorët e Lumirit, po këtu duhet ta pranoj është Vjosa Osmani dhe Lumiri.
Pra, unë nuk besoj që ata do ta mbështesin këtë politikë ose këtë mision të Vjosa Osmani dhe të Lumira Abigjikut, do të jenë të heshur dhe nuk do të jenë bashkëpunues. Këtu është në lojë vetëm roli i presidentit, sepse të hysh në qeveri dhe në kuvend nuk ka asë një kuptim. Pse nuk ka kuptim? Të hysh në qeveri, kjo LDK nuk është faktor dhe kur dol Albin Kurti largon nga loja dhe të defaktorizon. Pastaj, të marrësh postin e kuvendit, kryetarit të kuvendit, nuk ka asë një kuptim. Pse? Sepse nuk mund të jesh kryetari i kuvendit kur ti shumicën e deputetëve nuk i ke tut. Do thotë ti asnjë si kryetari i kuvendit asnjë fjalë jotja nuk zën vend, sepse i ke shumicën e deputetëve që të votojnë kundër. Pra, LDK-ja mund të faktorizohet vetëm me postin e presidentit. Dhe a do ta merr postin e presidentit, tash kjo mbetet të shihet. Në qovë se e merr postin e presidentit, dhe në këtë rast, unë mendoj që është vetëm Vjosa Osmani në këtë lojë, atër kjo mund të jetë një sukses në këtë rast i Vjosa Osmani dhe Lumirit. A do të fitoj LDK-ja nga posti i presidentit që do ta merr as pak fare, domethënë nuk do të përfitoj asgjë LDK-ja. Dhe këtu është një problem. LDK-ja duhet të punoj fort që ta fuqizoj pozitën e vetë si parti dhe jo të fokusohet tek individet. Për momentin, e gjithë LDK-ja e Lumira Abigjikut është e fokusuar tek Vjosa Osmani dhe te Lumir Abigjikut. Po e rifleksoj edhe një herë te Vjosa Osmani, sepse gjithçka edhe gjuha e Lumir Abigjikut kundër bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë ka ndryshuar nga momenti që në parti është kthyer Vjosa Osmani. Ajo hapin e parë e këtë kthimit e ka bërë në listë, duke hyrë në garë për deputete, sepse ajo ende nuk është riantarësuar në LDK dhe ende nuk ka një pozitë në LDK, vetëm një rol i saj është sikur udhëhesja e listës së LDK-s, por po e them gjuha, sjellja ndaj bashkëpunëtorëve të vetë e Lumira Abigjikut ka ndryshuar me ardhjen e Vjosa Osmanit në LDK. Faleminderit shumë që ishit në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Ju falenderoj shumë. Ndërkaq një pyetje të fundit, Aliaj, beson se do të këmbgul LDK-ja me emrin e Vjosa Osmanit dhe përfundimisht a beson se ka ende shpresë për një zgjidhje apo do të shkojmë drejt zgjedhjeve apo Kurti do të formojë institucionet vetë, pastaj do të tentoj për një president konsensual së bashku me partitë e tjera, me që do të ketë kohë ende për presidentin? Po mendoj që në bazë të asaj që kemi dëgjuar, edhe në bazë disponimit të dy liderëve qoftë zotit Kurti dhe zotit Abigjiku, negociatat tash do të rifillojnë dhe mbetet të shihet se si do të shkojë ai proces negociator. Mbetet të shihet se si do të propozohet ndarja e këtyre pozitave të rëndësishme. Deri dje pozitën e kryetarit kuvendit e bënin shumë të rëndësishëm dhe na çanin në zgjedhje në dhjetor për shkak të pozitës të kryetarit. 10 muaj pa të mblokat qesharake institucionale, vetëm pse dëshirojë që të mos i japë një pozitë një personi caktuar të qenë ka shumë simbolike, nëse qenë ka simbolike atëherë pse shpretëm 10 muaj vitin e kaluar. Do thotë momentin kur ofrohet diçka që kanë kërkuar, pastaj fillohet tendenca për relativizim të situatave. Kështu që për mua shpresoj që të i kalohen këto propaganda për mua qesharake, ku shihet qartë që kemi dy grupime të mëdha, grupimi i parë që dëshiron që të arriti marrëveshje politike dhe të nxirret vendin nga kjo krizë institucionale që është shumë qesharake tashmë dhe mund të bëhet shumë tragjike shumë shpejt, dhe një grup tjetër që synon që eventualisht edhe me një proces zgjedhor të rrëzojë zotin Kurti dhe lëvizjen vendosje. Kjo është ndarja. Dhe mbetet të shihet tash nëse do të ketë një proces të mirëfillt negociator mes zotit Abigjiku dhe zotit Kurti. Unë dua të shpresoj që do të arrihet marrëveshje, edhe nëse nuk arrihet marrëveshje, i kemi dy opsione, nëse nuk ka bashkëqeverisje, atë nëse nuk doni të hyni në qeverisje, doni të qëndroni në opozitë, është shumë e thjeshtë, zoti Kurti mund të ndërtojë qeverinë vetëm, pastaj kur vije koha për presidentin, bashkoheni dhe dilimi një kandidat konsensual. Kjo do të ishte preferenca ime nëse më pyet. Unë dua të shoh një president konsensual, i cili nuk do të jetë partijak, i cili do të shërbej ashtu si që parasheh edhe kushtetuta e vendit. Mirë po, për fat keq, edhe në kaluarën edhe në të ardhmen mund të ndodhë që ajo pozitë jetë pjesë e negociateve politike dhe ndoshta në këtë rast mund të shkohet edhe në drejtim. Mirë po, cili do që të jetë drejtimi,
unë dua të shpresoj që do të ketë një proces i cili do të na shkalojë edhe një proces zgjedhor. Siç thash, jemi në një komedi dhe shumë shpejt mund të shndrohet në tragjikokomedi e keqe për ne si popull dhe për ne si shtet. Shpresojmë shumë që realisht kjo të mos ndodhë dhe realisht të mos përballemi edhe me një proces të ri zgjedhor. Alia, faleminderit shumë që ishin në studio. Faleminderit juve. Do të kemi një shkëputje fare të shkurtër publicitare, kthehemi me pjesën tjetër.